Ndruar tek programi ekonomik, zotit Eliti, ka bërë Partia Demokratike një llogaritje me të gjitha premtimet që ka bërë me vendosjen e minimumit jetike, me uljen e energjisë elektrike, me uljen e çmimit të naftës, të karburanteve më saktë, apo edhe me uljen e taksave etj me radhë. Një qytetar i të thjeshtë, a ka bërë Partia Demokratike se sa ata mund të arrijnë të kursejnë vetëm nga iniciativa dhe nga ligjet të cilat do të bëhen nga Partia Demokratike në fund të muajit, pasi edhe paketa dëmshurisë e propozuar nga kryetari i Partisë Demokratike është që të zhduk skamjen, pasi mos harrojmë, janë raporte ndërkombëtare 47% e Shqipërisë është në varfëri. Pra pikërisht kjo është dhe angazhimi për vendosjen e minimumit jetik 200 euro, nuk do bëjmë mrekullira, nuk do zhdukë varfërinë. Varfëri ka dhe vende më zhvilluara të botës. Ama betejën tonë me skamjen po do ta fitojmë për 100 ditë të para. Kjo po është e sigurt. Ndërsa betejja me varfërinë për ta zerruar varfërinë, dhe një betejë e cila do kalojë përtej këtij brezi që jemi ne dhe brezave të ardhshëm, pasi varfëria është një fenomen i cili shoqëron çdo shoqëri kapitaliste. Në momentin që jemi në sistemin kapitalist, gjithmonë do ketë persona apo një shtresë shoqërisë e cila do jetojë në varfëri. Objektivi i shoqërisë është që kjo shtresë sa më urët në numër. Në nëse ne sipas Bankës Botërore lam në nivele 30% të varfërinë totale në vitin 2013, totalen, jo sot e kanë në 47%, pra mund të shkojë 30, shkojë 20 apo 50%. Neve kemi rritje të nivelit të varfërisë, pra këto janë dështimet të cilat do flasim. Përsa i kthehemi asaj pyetjes të famshme, e cila bëhet gjithmonë në të drejtën, ore sa kushtojnë të angazhimet tuaja? Shkoj një pjesë e angazhimeve tona ka lidhje me mirë menaxhimin. Pra kur ne themi ulje të çmimit të energjisë elektrike, nuk është kjo i kushton arkës shtetit realisht. Kjo ka lidhje me mirë menaxhimin e sistemit elektriciteti, pra të tre kompanive të Keshit, OST-s dhe të OSHS, ku aty mos kryen më vjedhjet, abuzimet, tendrat, rrogat pafundme që jepen për mira patronazhist, të cilët marrin thjesht rrogat pa punë nuk kryen, pra do një mirë menaxhim. Ndërsa ato të cilat kanë një impakt buxhetor, pra që kanë impakt në arkën e shtetit, të sigurohesh që do të bërë mjaft e qartë dhe mjaft e saktë me gabim plus minus 1 apo 2%. Buxhetit shtetit, gjithë iniciativat tona do i kushtojnë nga 9 deri në 11% të buxhetit. Në varësi të suksesit të zbatimit të politikës. Sepse një politik mund të japi efektin sot, mund të japi efektin edhe pas një javë apo pas një muaji, por në varësi të ecësurisë së zbatimit të tyre. Që siguroj që paketat tona, si të fiskale, ashtu edhe angazhimet tona buxhetore, nuk kalojnë më tepër, do jenë gjithmonë brenda intervalit 9 dhe 11% të buxhetit të shtetit. A më thoni mua është e mundur që gjëndë brenda buxhetit se absolutisht që po. Edhe me të struktura aktuale buxhetore që ka qeverisja socialiste mund të gjende 9 deri në 11% buxhetit për t'i realokuar. Ndonse ne kemi shprehur qartë qëndrimin tonë. Ne nuk do mbajmë në këmbë këtë skemë aktuale të shpenzimeve buxhetore. Ne do ta shkërmoqim atë. Do jemi në një skemë të re, tërësisht me vizion të ri. Nuk do të caktohen të para shpenzimet operative, shpenzimet e luksit, shpenzimet për kontrata koncesionare, shpenzimet për miqtë dhe për shokut, po të parë që do paguhen, dhe jenë pensionet e rritë, minimumi jetik, dhe jenë ato investimet domosdoshme, dhe pastaj në fundit fare do t'i vjen radha kotusheve të zyrave apo oborreve për 5 milion euro në oborrin e kryeministrisë së kështu me radhë. Pra ne kemi një koncept të ri për të shkërmoqur skemën aktuale si të ardhurave edhe të shpenzimeve, në mënyrë që të akomodohen financiarisht të gjitha nevojat akute që ka sot ekonomia shqiptare dhe realiteti shqiptar, që ka sot shoqëria shqiptare, pikërisht për të luftuar varfërinë dhe për të dhënë qytetarëve një jetesë minimaliste dinjitoze. Minimaliste. Kam thonë dhe e them përsëri edhe studentëve kam thënë 10 herë, edhe me ju bashkë kam thënë 10 herë. Nuk do e bëjmë dot Shqipëri si Zvicra. Nuk e bëjmë dot Shqipëri si Gjermania. Nuk e bëjmë dot Asia, Hollanda, Asia, Anglikë, nuk e bëjmë dot. Nuk arrim, do ishte mashtrim. Ama një vend normal, ku të zhdukim skamjen, jo varfërinë, të kemi ilaçet onkologjiku, të zhdukim të fenomene klasave me dy turna, të rimbursojmë ilaçet për 90% pensionistëve që janë të smurë dhe që marrin ilaçe, që nga ilaçet e tensionit apo diabetit e kështu me radhë, këtë po mund ta sigurojmë. Këtë është e arritshme dhe është e bëshme. Që mos kemi më rrugë që të nderohen me 20 milion euro kilometër linear, po të nderohen me 1, me 2, me 3. Ai sa ç'është, realisht kosti e tyre plus fitimi normal që do të fitojë kompania ndërtuese, po këtë gjë ne mund ta bëjmë shumë mirë. Dhe të kursej me qindra milion euro çdo vit për të adresuar në nevojat që ka realisht
shoqëria dhe ekonomia shqiptare? A mund të vazhdojë ta braktisë fermerin shqiptar, siç është braktisur këto vite me subvencione më të ulta? Jo zot apo do ta mbështesim atë. Në mënyrë që mos kemi më produkte që neve sot konsumojmë qumshin e Serbisë, konsumojmë patatën e Kosovës, konsumojmë mollën e Maqedonisë Veriut dhe djathin grek. Ndërkohë që dishin të tëra produkte, të cilat do të konsumoshin produkte made in Albania. Prandaj neve shtyllën e dytë, përveç shtyllës parë, e cila është paketa e dhimbshurisë, kemi edhe pastaj shtyllën e dytë, e cila është produktet made in Albania, prioritet absolut kombëtar i qeverisë së Partisë Demokratike. Pa produkt dhe pa prodhim vendas, asnjë ekonomi nuk zhvillohet. Nuk mbahet ekonomia në këmbë shërbime. Ekonomia mbahet në këmbë prodhim. Dhe fatkeqësisht, siç deklaroi Stati para 2 javësh, të dy sektorët prodhues të ekonomisë shqiptare, që është industria dhe bujqësia, gjatë 3 viteve të fundit janë në recesion. Çfarë do bëjmë ne? Do rikthejmë zhvillimin në këto sektor dhe do të hapë një faqe të re për produktin shqiptar, për produktet shqiptare. Mjaft më nga produktet që hidhen në kanal, por produktet që shiten në treg. Mjaft më që ne shqiptarët konsumojmë produkte importi, po konsumojmë produkte shqiptare. Për ato produkte që mund t'i prodhojë ekonomia shqiptare. Ato produkte pastaj që nuk prodhohen dot nga prodhuesit shqiptar, patjetër do i drejtohemi importit, ashtu siç bëhet çdo vend tjetër. Pra, zoti Deliti, sigurisht këto janë për produktet made in Albania dhe minimumi etik. Çfarë do bëjë Partia Demokratike